Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Duke uruar festën e Sultan Evruzit, besimtarëve Bektashinj, fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Sot është festa e Sultan Evruzit, zgjimit të natyrës dhe jetës. Besimtarët Bektashinj Lushnjar janë drejtuar Teqeve për të lutur dhe uruar njëri tjetrin. Teqen Baba Skënderi sot e vizitoi dhe Ministri Financave Petrit Malaj. Sot besimtarët Bektashinj Lushnjar kanë festuar Sultan Evruzin. Kjo është festa më e rëndësishme për besimtarët Bektashinj në kalendarin e tyre të festave. 22 marsi është dita e Sultan Evruzit. Në këtë ditë nis tina e pranverës, ku çdo gjë merr jetë dhe gjallëri. Dita fillon me urimet më të mira për mbarësi, mirëqenie, paqe dhe dashuri. Në këtë festë gjithë besimtarët veshin rrobat më të mira dhe vinë së bashku për të bërë faljen në çdo teqe. Sot, teqen e Baba Skënderit në dalje të qytetit e kanë vizituar shumë besimtar Bektashinj që janë lutur për begati në familjet e tyre, e ka vizituar edhe Ministri i Financave Petrit Malaj, që shoqëroi nga kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa dhe kryetari i shoqatës së Bektashinjve Kujtim Baze. Përshëndetje të gjithë qytetarëve të Lushnjës, ndodhemi sot këtu në teqen e Baba Skënderit për ditën e Sultan Evruzit. Ju urojmë të gjithë besimtarëve Bektashinj, por dhe gjithë qytetarëve të Lushnjës gëzuar festën e Sultan Evruzit. Qoftë kjo një ditë e shpresës dhe e ringjalljes së jetës. Gëzuar të gjithëve. Sot besimtarët Bektashinj festojnë festën e Sultan Evruzit dhe gjej rastin të uroj të gjithë besimtarët Bektashinj në Lushnjë, por edhe gjithë qytetarët e Lushnjës, gëzuar Sultan Evruzin, paqe, dashuri dhe mirësi, paqe në familjet tuaja, gëzuar. Tu ndodhim në teqen e Baba Skënderit të Bashkisë Lushnje. Me këtë rast, urojmë gjithë besimtarët Bektashian, kudo që janë, besimtarët Bektashian shqiptar, besimtarët Bektashian të Lushnjës dhe Divjagës, si dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, gëzuar festën e ditës re, festën e ringjalljes. Sot është ditë e re, lind shpresa, lind jeta. Për një mbarësi, begati për gjithë qytetarët, për gjithë besimtarët. Në emër të shoqatës kulturore Bektashian e Lushnjë, falenderojmë Zotin Petrit Malaj që na uroi dhe bekoi në këtë teqe dhe këtë vend të shenjtë, si dhe kryetarin e bashkisë për mirësinë e treguar dhe dashamirësinë që tregon ndaj çdo lloj komuniteti, por në veçantë ndaj komunitetit të gjerë Bektashian të Lushnjës. Edhe një herë mbarësi për gjithë shqiptarët, mbarësi, shpresë dhe për një jetë më të mirë. Besimtarët Bektashinj vizituan dhe u falën edhe në teqen e Shahut në Karbunar dhe në të gjitha teqet e Trevës së Myzdeqes dhe gjithë Shqipërisë. Festohet në Fier Sultan Evruzi, teqen 300 vjeçare të Baba Selimit në Cakran, e kanë vizituar që në orët e para të mëngjesit besimtar nga i gjithë vendi, edhe pse terreni është i vështirë. Festa e Sultan Evruzit ka mbledhur me qindra besimtar Bektashinj nga të gjitha skajet e vendit edhe në hambar të Cakranit në Fier. Si çdo vit, drejt teqes 300 vjeçare të Baba Selimit, besimtarët janë drejtuar prej orëve të para të mëngjesit të sotëm vendit të shenjtë për t'u bashkuar pelegrinazhit dhe riteve të kësaj dite. Administratori i teqes, Hekurani Sufaj, pohon se kjo është një festë e përvitshme që mbledh besimtarët e të gjithë vendit, pavarësisht terrenit të vështirë. Kjo festë bëhet e përvitshme, pasi Baba Selimi është mbi 200-300 vjeçar, nga pas godana në këta zona, dhe pelegrinazhi bëhet nga vinë nga gjithë anët, nga Blora, nga Fieri, nga Mamakasa, ku edhe atje ka qendrat të tilla bektashizmi. Besimtarët vinë, luten, falen, shpreh dëshirën e tyre dhe nisa është pjesëmarrja gjithmonë e njëjtë, do të thotë se ai ka bërë në shpirtat e tyre ka bërë një realitet, realizuar janë. Që aty ata ndezëqërin ose bëjnë kurbane të cilët i gëzojnë familjarisht ose edhe ndaj. Ndërkohë për besimtarët kjo është një ditë e veçantë, ndërsa teqen e konsiderojnë vend të shenjtë që u sjell mbarësi. Herë e parë që erdhëm këtu, është një festë e bukur për të gjithë shqiptarët. Kush nuk ka ardhur të vit ta festojë. Edhe Zoti na bekoj për të gjithë shqiptarët. Nga cila zonë keni ardhur? Unë kam ardhur nga zona e komunës të Levanit. Bashkim, nga rreth fiksit bashkim, komunë. Çfarë kishit dëgjuar ju për Baba Selimin? Po kishim dëgjuar shumë gjëra. Është mirë të vesh, të mesh. Edhe ne arritëm që erdhëm këtu.
Çfarë keni dëgjuar ju për Baba Selimin? Kemi dëgjuar shumë gjëra të mira. Kemi dëgjuar nga të gjitha krahët. Dhe gëzohem që të jetë sa më i bukur, sa më i mirë. Është hera e parë që vini? Unë kam marrë 2-3 herë. Është hera e tretë që vini. Vetë. Ishte e vështirë rruga për të ardhur? Ishte që ke vështirë me një 2-3 vende, po shpresojmë ma se shteti duhet ta rregullojë më mirë akoma. Këtu është vendi më i bukur për të gjitha problemet, për të gjitha gjërat. Dhe populli ashtu që shikoni, vinë këtu ja makinat atje për një sopë rrugë. Edhe vjetja bën vrejtje aty kryetarit të komunës tu që harrova emrin atje, shumë keq domethënë. Ja, bravo qoftë, respekte për policinë që del edhe aty edhe atje që rregullon trafikun. Qofshin të gëzuar, lumturi gjithë popullit. Shumë prej besimtarëve bektashinj e kanë patur të vështirë mbërritje në destinacion për shkak të bllokimit të rrugëve dhe fluksit të lartë të automjeteve. Janë mbi 3 kilometra rrugë që të çojnë drejt këtij vendi të shenjtë, ku investimet në infrastrukturë kanë munguar edhe pse teqeja e Baba Selimit vizitohet nga qindra besimtar. Një ngjarje e pazakontë mashtrimi ka ndodhur në Fier. Një shtetase 55 vjeçare janë marrë 10 milion lek nga 2 shtetase nga Vlora, të cilat pretenduan që ishin vajzat e saj. Mashtrimi ndodh në forma të ndryshme. Një ngjarje e pazakontë mashtrimi ka ndodhur në Fier. 2 shtetase, SHT 36 vjeçe dhe XT 32 vjeçe banuese në Vlorë, i morën një shtetaseje 55 vjeçare banuese në Fier 10 milion lek, duke u prezantuar si vajzat e saj. Shtetasja FG 55 vjeçe nga Fieri kallëzoi në polici se këto 2 shtetase e kanë mashtruar nëpërmjet telefonit, duke u prezantuar si vajzat e saj dhe i kanë marrë një shumë prej rreth 10 milion lekësh. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në DVP Fier referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal në gjendje të lirë për shtetaset SHT 36 vjeçe dhe XT 32 vjeçe, banuese në Vlorë për veprën penale mashtrimi kryer në bashkëpunim. Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet duke dërguar për gjykim autorin e dyshuar për veprën penale plagosje të rëndë me dashje me pasojë vdekjen e ngjarjes më 12 tetor 2024 në fshatin Hoxhare Re, ku vra një moshuar nga dhuna e ushtruar nga shtetasi Ilir Nukaj. Një ngjarje e rëndë ndodhi më 12 tetor 2024 në fshatin Hoxhare Re në njësinë administrative Dërmenas në Fier, ku shtetasi Ilir Nukaj ushtroi dhunë fizike ndaj bashkëshortëve të moshuar NR dhe AR pronar të një dyqani. Një javë pas ngjarjes së 12 tetorit 2024 ka ndërruar jetë në spital Namik Rustemi 80 vjeç, pasi nuk mundi të mbijetonte plagëve në kokë dhe trup. Bashkëshortja e tij mori lëndime për pa rrezik për jetën. Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet duke dërguar për gjykim autorin e dyshuar për veprën penale plagosje të rëndë me dashje me pasojë vdekjen. Ushtroi dhunë ndaj të moshuarve duke i shkaktuar vdekjen njërit prej tyre. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasin IN për veprën penale plagosje e rëndë me dashje me pasojë vdekjen në dëm të viktimës NR dhe për veprën penale plagosje e lehtë me dashje në dëm të viktimës AR parashikuar nga nenet 88 fraksion 2 dhe 89 të kodit penal. Nga hetimet e kryera në kuadër të procedimit penal numër 1591 të vitit 2024, rezultoi se më datën 12/10/2024 në fshatin Hoxhare Re, njësia administrative Dërmenas, bashkia Fier, shtetasi IN për motive të dobta ka ushtruar dhunë fizike ndaj të moshuarve NR dhe AR, bashkëshort, ku si pasojë e dhunës së ushtruar ka gjetur vdekjen njëri prej tyre, shtetasi NR. Çështja penale dërgohet për gjykim në ngarkim të shtetasit IN, hetuar me mas sigurimi arrest në burg, njofton prokuroria e Fierit. Pakti mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës zemëroi Serbinë. Presidentja e Kosovës Osmani thotë që akuzat e Beogradit janë qesharake. Deklarata e presidentit të Serbisë Vučić për nënshkrimin e memorandumit të mbrojtjes midis Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë gjatë kësaj jave ka marrë reagime të shumta nga politika e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani para mediave të premten tha se ky bashkëpunim mes shteteve të rajonit nuk paraqet kërcënim për Serbinë, duke shtuar se Serbia po bën të njëjtën gjë që ka bërë gjithmonë, pra po gënjen. Presidentja e Kosovës e ka quajtur qesharake deklaratën nga ana e Serbisë se me këtë memorandum trepalësh është shkelur një marrëveshje e vitit 1996.
duke thënë se Serbia bashkë me Rusin tentojnë ta paraqesin veten si viktima, duke shfrytëzuar situata që nuk kanë të bëjnë me ta. Qofse i shihni deklarimet e tyre qesharake, përkundër faktit që ka një histori sulmesh, pushtimesh, histori gjenocidi, histori luftrash që i kanë shkaktuar vetë, shtetet agresore si Serbia e Rusia paraqiten se kinë se dikush po i sulmoj kata. Në historinë e ekzistimit të kombit ton, ne kur nuk e kemi sulmuar askënd. Por në historinë e kombit ton, shqiptarët dhe Kosova në veçanti gjithmonë e ka mbrojt vetveten. Presidenti Osmani tha se marrëveshja trepalshe synon që vendet firmosëse të ndihmojnë njëra tjetrën për të rritur kapacitetet e mbrojtjes dhe jo për të sulmuar të tjerët. Presidenti i Amerikës, Donald Trump, deklaroi para gazetarëve në zyrën ovale se do të ketë një traktat për ndarjen e territorit të Ukrainës. Presidenti i Amerikës, Donald Trump, deklaroi para gazetarëve në zyrën ovale se Shtetet e Bashkuara janë afër një marrëveshjeje armpushimi midis Kievit dhe Moskës. Mendoj se i kemi kufit e marrëveshjes së armpushimit, shpresoj të kemi ato. A i theksoi se po kërkonte një zgjidhje për të ndaluar vrasjet në fushën e betejës dhe për të kursyer paratë e Amerikës të shpenzuara për ndihmën ushtarake për Ukrainën. Trump përsëri përmendi një traktat për ndarjen e territoreve, pa treguar se cilat territore do të ndaheshin. Do të kemi një traktat për ndarjen e territorit dhe kështu me radhë. Kjo është duke u negociuar ndërkohë që flasim bashkë këtu, tha presidenti amerikan. Gazetarët e pyetën nëse ai ishte ende duke konsideruar sanksionet e reja ndaj Rusisë, që ai njoftoi së fundmi në rrjetin e tij Truth, por ai nuk pranoi të përgjigjet. Ukraina ka kërkuar që në bisedimet e paqes të përfshihet edhe Bashkimi Evropian, kërkesë që deri më tani është përfillur nga presidenti amerikan. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme, bashkë mirupafshim.